Unë, për fat, le të them punoj remote e tjerë, po për fat punoj me brezin më të ri, që ka mbaru universitetin, punon kompanit huaja dhe normalisht ka atë frymën e vetë, ka ato mjetet e veta të informimit që ne edhe nuk i kuptojmë, edhe nuk i dim, me thënë drejtën. është një stres. Nuk i lexon këto protestuesit ty që dalin? Unë për shembull, Nuk i lexon ti këto? Unë për shembull nuk e di që... Në thelbi e gazetar? Jo, unë nuk e di për shembull që të rinj poshtë moshës 25 vjet informohen kryesisht nga Reddit. Nëse nuk e dini as ju. Disa nga ju më thonë çfarë është Reddit. Po. Është një mjet që ne nuk e përdorim. Edhe shumë forma tjera, cilat pa dyshim çdo brez ka ato vendet ku le të themi takohet edhe në mënyrë virtuale. Dhe brezi i ri ka ato të vetat që... Pra, se na e ndryshove komplet rrjetën e diskutimit. Po, ajo që kam kuptuar... Domethënë për ty nuk është instrumentalizuar. Shikoj në këtë këndvështrim që u mbu Skupa. Shikoj në këndvështrimin që u mbu Skupa dhe nuk ishte ku të mbante më. Po patjetër, patjetër. Ishte thjesht një kaos. Po pse nuk u mbush për shëndetësim, po u mbush për sa toka që tek e fundit u mbush edhe në Serbi. Po në Serbi për çfarë u mbu Skupa kur u çuan? Kur u çuan të rinj. Për një stacion. Një çatije. Do të thonë ishte shkaku më banal i mundshëm për të çuar. Edhe kësaj here ishte shkaku që i zonë të gjitha, ndërtuan me çdo gjë dhe ato pak vende që ishin zona të mbrojtura, peizazhe të mbrojtura, parqe kombëtare të tjerë shkuan të ndërtojnë dhe aty se ka pak. Pra, ti thua kauza e Pelikanit ishte më e madhe se kauza e shëndetësisë, e arsimit, e fëmijëve. Ishte kauza që u mbu Skupa, u troqi njëri zbak, ku policia kthente kokën nga ana tjetër sepse nuk donte që të shikonte. Do me thënë dhe aty qytetarët e kuptuan... Shiko, ka një miksim ngjarjesh të tilla. Ishte ndodhur asnjëherë që të ishte filmuar, policia kthente kokën dhe të bëni një deklaratë pastaj dhe thoshin që ky njeriu u troj zvarvet. Aty e kuptuan që praktikisht jeta e njeriut në këtë vend nuk ka më asnjë vlerë. Me thënë, duhet ta kuptojen atë pikë, unë prap nuk më bind të gjë. Pse nuk të bind të gjë? Po të shkosh. Ka një miksim ngjarjesh në Qesollën. Pra, ne kishim një muaj rrjesh në Rjoll, me njëjta tematik, pra flasim prap edhe aty për resort turistik. Vim sot në Zvërnesin. Kemi pas gjatë gjithë kësaj kohe diskutime nga më të ndryshmet, pra opinione dhe të çuditshme. Po falim Sazanin, po e shesim Sazanin, po e bëjmë Sazanin... Budallalik me... Po e bëjmë Sazanin... Budallalik, do me thënë... Do vim edhe aty, do me thënë mendimin si përmarrës tani. Po e bëjmë Sazanin që të na japi vota në zgjedhje sepse na kënaqet presidenti i Amerikës. Pra nga lloj-lloj... Por ajo që do thoja unë është që bashkohem me kolegun që të rinjt e marrin lajmin më shpejt, botat digjitale. Jo, e marrin ndryshe edhe... E marrin më shpejt, reagojnë më shpejt, dhe ndoshta... Edhe u acaruan më shpejt. Sepse u... Nuk pat... Dhe asnjë. Dhe ajo që do të thoja unë, nuk pat një reagim të shpejt, transparent të qeverisë. Pra, kemi ndigjuar, është dhënë leje zhvillimi, nuk është dhënë leje ndërtimi, pasi nuk tha që çfarë do të thotë leje zhvillimi.